Bypassi i Shkodrës paraqitet i dëmtuar në disa segmente. Barrierat mbrojtëse janë prishur, ndërsa në një pjesë mungojnë plotësisht. Shqetësues mbetet edhe faktin ku në këtë segment janë krijuar gropa, duke vështirësuar qarkullimin për automjetet, por edhe duke u kthyer në burim aksidentesh. Bypassi i Shkodrës i ndërtuar për të lehtësuar trafikun dhe për të ofruar një rrugë më të sigurt për drejtuesit e automjeteve, po kthehet gjithnjë më shumë në një burim rreziku. Barrierat mbrojtëse janë dëmtuar në disa segmente të rrugës dhe në disa vende ato mungojnë krejtësisht. Kjo situatë krijon një rrezik të shtuar për aksidente, sidomos për kalimtarët të cilët frekuentojnë këtë zonë. Përveç barrierave, një problem i madh mbeten edhe gropat e krijuara në asfalt, gropa të cilat mund të shkaktojnë dëmtime të automjeteve, humbje të kontrollit dhe madje aksidente serioze. Bypassi i Shkodrës, megjithse i projektuar për të shpejtuar lëvizjen dhe për të zvogluar trafikun në qytet, gjendja në të cilën ndodhet përbën rrezik për drejtuesit e automjeteve dhe kalimtarët, ndaj kërkohet ndërhyrje menjëhershme dhe mirëmbajtje e vazhdueshme. Ndërkohë, në këtë segment shpeshherë janë regjistruar edhe aksidente si pasojë e shpejtësisë së lartë me të cilën lëvizin automjetet.